Jemi sërish bashk, data po afron dhe zhurmënaja e krijuar në sajt të fushatës zgjedhore do të marrë fund e bashkë me të edhe fletushkat promovuese të kandidatëve apo telefonatat e pakërkuara që në disa raste kthehen shqetësuese. Pas një jave, bashkë me fushatën, mësohet edhe ardhmja nëse e përkufizojmë në 4 vite qeverisje. Teksa ka nisur turin përmbyllës të takimeve zgjedhore, krerët e partive të japin përshtypjen se e kanë vullosur fitoren e tyre dhe këtu futen edhe parti të vogla që e trajtojnë veten si të mëdha e madje pretendojnë të ndryshojnë edhe funksionimin e qeverisjes. Çfarë duhet kemi parasysh një javë para zgjedhjeve, e mësojmë nga Ervin Koçi, kolega gazetar që më bashkohet në studio. Faleminderit që je këtu, Ervin. Kënaqësi. Kjo fushat intensive ngadallon prej 4 vite shkuar. Nëse krahasume para 4 vitesh, nuk e ka të njëjtin ritëm apo energji, ka qenë më potente para 4 vitesh, edhe pse ishin ende masat kufizuese të COVID-19-s, diçka që duket sikur kemi harruar. Po shohim takime, më themi më shumë për numër, zhvillohen nga 4 takime elektorale në ditë, po pa shumë njerëz, pa shumë ovacione dhe pa, më themi, tamtamet e shkuara. O qytetarët janë mërzitur me politikën, ose politika ka ulur ritmin dhe nuk kërkon, mund themi, se s'bën pjesëmarrje të lartë në aktivitetet e saj publike. Unë besoj se është e para, nuk kam më njerëzit atë besimi maksimal që politika mund të ndryshojë fatet e jetës tyre. Është diçka e cila ndodh edhe në vendet e tjera të Europës, po ndodh edhe në Shqipëri. Mbase mund të jenë, mund themi, mërzitur nga pritshmëritë e tyre, mbase mund të jenë mërzitur nga një çështje tjetër që aspirojnë veten si qytetar Bashkimit Evropian dhe nuk janë ende qytetar Bashkimit Evropian, apo mbase janë mbyllur, më themi, në atë rutinën e tyre përditshme, familjare dhe nuk, më themi, i kushtojnë shumë rëndësi fjalëve të politikanëve. Gjithsesi, një gjë është e rëndësishme në datën 11 maj, cili do qytetari i këtij vendi të drejtohet kutisë votimit, është dita në cilën ai flet, ditën në cilën ai shpreh vullnetin e tij se kush do të jetë në krye të qeverisë për 4 vite të ardhshme, kishte shënuar te koka, po mund të jetë edhe më shpejt, nuk i dihet asnjëherë. Mund të jetë edhe më shpejt. Zgjedhjet parakohshme janë parashikuara në ligj dhe në rast se nuk do të kemi një qeveri solide apo një parti të fortë pas 11 majit, kemi rastin e Kosovës, nuk është shumë larg, nuk është shumë e vjetër, është shumë e freskët dhe sot ishte dështimi i radhës, kështu që mos gabohem dhe ndaj nëse 11 maj një parti nuk formon dot shumicën, mund të shkojmë sërish në zgjedhje. Për të qartësuar këtë pjesë dhe peshën respektive, hy në lojë disa sondazhe që duket se janë bërë kryefjalë e ditës. Çfarë duhet kemi parasysh ne si qytetar përballë atyre? Inflacion sondazhes. Inflacionin. Kemi aq shumë, më themi, matje këtë herë që farforme duket se gjithë tregojnë njëjtin rezultat, njëjtin trend. Duket sikur sjellë njëri konfirmim të Partisë Socialiste, gjithsesi e përmendëm pak më përpara. Nuk mund të themi për siguri sa kohë ne shohim me sy tanë që nuk është me njëta energji apo e njëta, mund të themi, vrrull i madh politik për mbështetje një subjekti të caktuar. Këtu kam fjalën edhe për Partinë Demokratike dhe partitë e reja sfidante. Më shumë po shoh që partitë e vogla po mundohen të lozin, mund të themi, gjithçka për gjithçka. Kërkojnë që të bëhen se s'bën kingmaker të shumicës së ardhshme, qoftë në një krah, qoftë në krahun tjetër. Pra, po shohim parti mund t'i konsiderojnë vogla, se nuk është se kanë pasur, mund të themi, numër 2 shifror kandidatësh për deputet. Dhe si të tilla kërkojnë që me atë numër modest deputetësh që mund të prodhojnë, paktën mbas sondazheve, të jetë numri i nevojshëm që një nga partitë kryesore të formojë shumicën. Për ta thënë thjesht, Partia Socialdemokrate, pavarësisht kritikave të shumta që ka shprehur ndaj qeverisjes, ndaj individëve të caktuar të mazhorancës, ndaj kryetarit të Bashkisë Shkodër, kërkon që të jetë sërish koalicion me Partinë Socialiste.